Të nderuar shikues, ju përshëndes dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në Blu Televizion, ku do të ndjekim së bashku zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. E nisim me aktualitet. Bashkia Vlorë po propozon të jap kompanisë private Urban Trans Vlora një subvencion për 100 milion lekësh të vjetër në vit me argumentin se inflacioni ka rritur kostot e shërbimit. Ose ndryshe, Bashkia Vlorë i dhuron 100 milion lekë të vjetër kompanisë private të transportit. Për më gjerë shënimi redaksional. Në tryezën e Këshillit Bashkiak ka mbritur një projekt vendimi datës 19 qershor 2026, i cili kërkon të jap shoqërisë private Urban Trans Vlora një subvencion masiv. Argumenti zyrtar inflacioni. Administrata pretendon se nga viti 2022 deri në 2025, inflacioni është rritur me 18.3%, ndaj Bashkia duhet të mbulojë nga taksat tona plot 73 lekë të vjetër për çdo bilet të shitur. Kjo do t'i kushtojë buxhetit të qytetarëve vlonjat plot 50 milion lekë të vjetër vetëm për 6 muajt e mbetur të vitit 2026 dhe për vitin 2027, një faturë e kripur prej 100 milion lekësh të vjetër. Por edhe nga pikpamja administrative, kjo lëvizje është e parregull dhe e palishme. Në relacionin zyrtar, Bashkia shkruan e zeza mbi të bardhë se po e mbështet këtë vendim mbi kontratën me numër 1382, e cila mban datën 20 shkurt 2027. Pra, një dokument zyrtar i qershorit 2026 i referohet një kontrate që supozohet të nënshkruhet vitin e ardhshëm. Si mundet Këshilli Bashkiak të votojë dhënien e 100 milion lekëve të vjetër në vit, bazuar në një dokument fantazme që ende nuk ekziston në kohë. Kjo tregon ose një neglizhencë të pafalshme administrative, ose një nxitim për të kaluar fonde me çdo kusht. Po pse po e financojmë me para publike një kompani që nuk është në krizë? Le të zbresim tek matematika, aty ku shifrat nuk gënjejnë. Bashkia kërkon të jap kompanisë Urban Trans Vlora 100 milion lekë të vjetër në vit për ta shpëtuar. Por po të shohim bilancet financiare të deklaruara po në këtë dokument, realiteti është krejt tjetër. Në vitin 2023, kompania e transportit shiti 1 milion bileta dhe regjistroi një humbje të konsiderueshme prej 56 milion lekësh të vjetër. Ky bilanc përputhet me logjikën e biznesit, një volum më i ulët pasagjerësh gjeneron më pak të ardhura. Një vit më vonë në 2024, situata ndryshoi rrënjësisht. Me rritjen e ndjeshme të numrit të pasagjerëve në 1.520.000 bileta të shitura, kompania doli me një fitim të pastër për 20 milion lekësh të vjetër. Të dhënat vërtetojnë se pragu i 1.5 milion biletave e kthen këtë shërbim në një sipërmarrje fitimprurse. Por anomalia ekonomike ndodh në vitin 2025, sipas vetë dokumentit të Bashkisë, kompania shiti plot 1.5 milion bileta atë vit. Kjo është një shifër pothuajse identike me vitin e saj më të suksesshëm, 2024, me një diferencë krejt të papërfillshme prej vetëm 20.000 biletash më pak. Megjithatë, pavarësisht këtij volumi të lartë udhëtarësh dhe një norme inflacioni vjetor prej vetëm 2.7% në atë vit, shoqëria deklaroi papritur një humbje prej 7.2 milion lekësh. Po pse duhet që Bashkia të marrë 100 milion lekë të vjetër nga taksat tona për t'ia dhënë një kompanie që regjistron rritje të numrit të pasagjerëve dhe si rrjedhim edhe të fitimeve, pavarësisht nga çfarë deklaron? Ky nuk është më një subvencion për të mbajtur gjallë shërbimin. Kjo është një injektim i pastër parash që i garanton një private një superfitim artificial të pamerituar. Për te i letrave të kopësitura keq dhe parave publike të shpenzuara me mos përfillje, qëndron në realiteti i përditshëm i qytetarëve tanë. A justifikon cilësia e urbanëve në Vlorë këtë lumë parash publike? Të gjithë që e kanë përdorur të paktën një herë urbanin e din përgjigjen. Ndërkohë që flitet për miliona që kalojnë nga buxheti i qytetit në llogaritë e kompanisë Urban Vlora Trans, qytetarët vazhdojnë të përballen me një shërbim që lë shumë për të dëshiruar. Buxheti i Bashkisë së Vlorë nuk është një thesar pa zot, ku parat mund të shpërndahen bazuar në kontrata që vijnë nga e ardhmja dhe bilance që nuk justifikojnë krizën. Të votosh pro këtij projekt vendimi do të thotë të mbyllësh syt përpara një abuzimi të hapur financiar. Një muaj nga zgjedhja e antarëve të rinj të Këshillit Kombëtar, Partia Demokratike do të mbledh këtë organ më një korik për mbledhjen konstituive. Po ashtu, Këshilli i Ri Kombëtar do të zgjedhë kryesinë e re dhe kryetarin e ri.
Një muaj nga zgjedhja e anëtarëve të rinj të Këshillit Kombëtar, Partia Demokratike do të mbledh këtë organ më një korik për mbledhjen konstituive, po ashtu Këshilli i Ri Kombëtar do të zgjedhë kryesinë e re. Në mbledhjen e Këshillit Kombëtar pritet që të zgjidhet dhe kryetari i ri. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha e ka justifikuar vonesën e mbledhjes së Këshillit Kombëtar me rikonstruksionin që i është bërë sallës brenda selis blu. Kjo mbledhje e Këshillit Kombëtar dhe zgjedhja e kryesisë së re është pjesë e procesit të nisur më 30 maj në Kuvendin Kombëtar për ripërtëritjen e partisë. Të tjera gra dhe vajza përgjatë vitit 2026 kanë përfituar urdhrin e mbrojtjes. Sipas avokates Elona Mone, nuk kanë munguar as rastet kur urdhri i mbrojtjes e kanë kërkuar edhe meshkujt, të cilët kanë rënë pre e dhunës psikologjike nga femrat. Të tjera gra dhe vajza përgjatë vitit 2026 kanë përfituar urdhrin e mbrojtjes. Avokata Elona Mone sqaron se urdhrat e mbrojtjes jepen për gjitha ato gra dhe vajza që bien pre dhunës psikologjike dhe asaj fizike. Mone thot se kur keni kërcënim real ndaj personit të dhunuar, personi përgjegjës duhet të mbajë një distancë të caktuar në mënyrë që akti i dhunës mos të përsëritet apo agravojë më tepër. Nuk mund të them që janë në rritje, ka raste të lëshimit të urdhrave të mbrojtjes, patjetër sidomos për shkak të dhunës psikologjike, e cila është rëndome për hapur, por edhe për shkak të dhunës fizike, të cilat ne kemi pasur raste, janë denoncuar dhe nuk janë ndjekur vetëm në lidhje me lëshimin e urdhrit menjëhershëm të mbrojtjes, por janë ndjekur edhe për veprën penale të dhunës në familje. Urdhrat e mbrojtjes jepen sepse në momentin që kemi një kërcënim real për jetën e të dhunuarës, në rastin konkret, duhet që të ketë një distancë agresori në rastin konkret, ndaj personit tjetër, në mënyrë që mos të arrihet deri në krime më të rënda, siç mund të jetë plagosja, rraja, vrasja, në fund fare. Pra, urdhri i mbrojtjes është shumë i rëndësishëm në pikën fillestare të konfliktit. Dhe gjykata, duke vlerësuar të gjitha provat dhe rrethanat, lëshon një urdhër mbrojtje që personi i cili ushtron dhunën të ketë një distancë 100, 200 apo 300 metra, të mos kontaktojë, të mos e ngacmojë nëpërmjet ndonjë mënyre të drejtë apo të tërthort viktimën. Avokate Elona Mone konfirmon se ka raste kur urdhër mbrojtje kërkojnë edhe meshkujt. Sipas saj, meshkujt kërkojnë urdhër mbrojtje pasi bien pre e dhunës psikologjike nga femrat. Patjetër, ka raste, sepse dhuna psikologjike radhë të parë nuk ushtrohet vetëm nga mashkulli, por ushtrohet edhe nga femra, dhe ka raste, patjetër. Por nuk mungojnë as rastet kur avokate Elona Mone thotë se agresori shkel urdhrin e mbrojtjes, duke kryer në këtë mënyrë një tjetër vepër penale të dënueshme me burg. Zbatohen, po, sepse urdhri i mbrojtjes, vendimi i urdhrit të mbrojtjes është shumë i rëndësishëm, ligjërisht, është titull ekzekutiv dhe menjëherë sapo ky lëshohet, njoftohet si komisariati i policisë, po ashtu zyra e përmbarimit dhe zyrat e shërbimit social, të cilat të treja së bashku drejtojnë punën në mënyrë që ky urdhër të zbatohet. Sepse agresori në rastin konkret e ka shkelur urdhrin e mbrojtjes, nuk i është përmbajtur urdhri të mbrojtjes. Dhe në momentin që sepse nuk është një mas ndalimi nga ana e policisë, pra nuk kemi të bëjmë me një arrest në rastin konkret. Kemi të bëjmë me një distancim. Në momentin që agresori e shkel të distancë që gjykata ja ka dhënë me urdhër, në këtë moment agresori nuk distancohet, por e shkel urdhrin e mbrojtjes dhe këtu kemi të bëjmë dhe një vepër tjetër penale që janë veprime në kundërshtim me vendimin e gjykatës. Pra, nuk kemi më vetëm shkelje të urdhrit të mbrojtjes, por kemi dhe tashmë shfutur në një vepër tjetër penale personi. Një rol të rëndësishëm në zbatimin e urdhrit të mbrojtjes sipas avokates se kanë specialistë të zonës të cilët duhet marrin parasysh çdo kërkesë, ankesë që bëhet në lagjen që mbulojnë, veçanërisht denoncimet për dhunë që duhen referuar dhe trajtuar me seriozitet. Unë mendoj që nga fillimi e kam thënë që nëse ka një rol kyç në rastet e urdhrave të mbrojtjes janë në SPZ-t, pra specialistët e zonave të caktuara, pra të lagjeve, sepse kemi pasur shumë raste kur klientët tanë palët, pra janë drejtuar të plotfuqishmit që i themi në termat popullore apo specialistit të zonës, dhe nuk i kanë marrë seriozisht rastet e dhunës psikologjike radhë të parë. I kanë kthyer përsëri viktimat në banesa. Dhe këto raste duhet të denoncohen për shpërdorim detyre. Pra, rolin kyç këtu e ka specialisti i zonës për ta çuar deri në fund situatën. Vitet e fundit edhe në Vlorë nuk kanë munguar rastet kur gra dhe vajzat pajisura me urdhër mbrojtje kanë rënë sërish pre e dhunës psikologjike dhe fizike, por dhe tentativës për vrasje.
Në qendrën shëndetësore verore të plazhit të vjetër në Vlorë, prej qeljes, shërbimi është kërkuar si nga pushues vendas, ashtu dhe nga turistë të huaj. Sipas mjekes Leonarda Colombo, rastet e regjistruara lidhen kryesisht me pickimet e ndryshme, por dhe problematika të shkaktuara nga temperaturat e larta. Qendra shëndetësore verore ka nisur funksionimin e tyre prej 1 qershorit, ndërsa numri i vizitave ditore arrin në rreth 12 të tilla. Në qendrën shëndetësore verore të plazhit të vjetër në Vlorë, gjatë kësaj periudhe shërbimi është kërkuar si nga pushues vendas ashtu edhe nga turistë të huaj. Mjekja Leonarda Colombo ka konfirmuar se rastet e regjistruara lidhen kryesisht me pickimet e ndryshme, por dhe me problematikat e shkaktuara nga temperaturat e larta. Më të prekurit mbeten kryesisht të moshuarit dhe fëmijët deri në 12 vjeç. Mjekët këshillojnë qytetarët e pushuesit të shmangin ekspozimin në diell gjatë orëve të pikut, veçanërisht në orët e mesditës. Qendra është hapur që në datën 1 qershor, kryesisht rastet kanë qenë si me turistë të huaj ashtu edhe me shqiptar. Në një ditë kryesisht mund të mblidhen deri në 12 raste, të cilat kanë të bëjnë kryesisht me lëmatje tensioni dhe dhimbje koke, si pasojë edhe të situatës së të nxehtit. Kemi goditje nga të nxehti si pasojë e turistëve që qëndrojnë për orë të gjata në diell dhe kryesisht edhe reaksione alergjike ose pickime nga insekte të ndryshme apo edhe nga peshqit na ka ndodhur që mund të ketë pasur. Stafi i qendrës shëndetësore është 6, ndahen në 3 doktor dhe 3 infermier. Në qendra funksionon 24 orë dhe në 24 orë shoqërohet me 1 doktor dhe me 1 infermier i cili kryen të gjitha nevojat e dhura mjekësore. Kryesisht për momenti kemi të bëjmë kryesisht me shqiptar, edhe pse në qoftë se do të bëjmë një prollogaritje të sa të vogël, nga 12 raste në total gjatë 24 orëve, kryesisht mund të kemi 8 pacientë të cilët janë shqiptar dhe pjesa tjetër të huaj. Kryesisht nga temperaturat e larta kuptohet që pacientët më të prekur do të jenë mosha e 3 dhe fëmijët e vegjël deri në moshën 12 vjeçare. Kryesisht, këshillat kryesore që jepen në këto situata dhe gjatë këtij sezoni është që të evitojnë ditët dhe orët më të nxehta, të cilat janë kryesisht nga ora 12 e drekës deri në orën 4 të mbasdites. Plazhi të kryhet kryesisht gjatë paradites nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 11:30 dhe gjithashtu edhe gjatë mbasdites mund të kryhet gjithashtu nga ora 5 deri në orën 7 të mbasdites. Gjithashtu duhet të rritet konsumi i lëngjeve, duhet të ushqehen shëndetshëm dhe të evitojnë edhe gjithashtu edhe lëvizjet e gjata në temperaturat e larta apo punët e lodhshme. Në qendrën shëndetësore verore, shërbimi ofrohet 24 orë në ditë, me rritjen e fluksit të pushuesve pritet të shtohet dhe numri vizitave ditore, një tendencë e vërejtur edhe në vitet e kaluara. Virozat stinore kanë prekur edhe moshat pediatrike në Novosel. Mjeku i qendrës shëndetësore Arben Xhuveli tregon se si tek të rriturit edhe tek fëmijët mbizotrojnë kryesisht simptomat gastroenterite, ndërsa është e rëndësishme sipas tij këshillimi me mjekun e familjes apo mjekun pediatër. Virozat stinore kanë prekur edhe moshat pediatrike. Në Novosel, mjeku i qendrës shëndetësore të njësisë administrative thotë se shifrat janë në po të njëjtë nivel si viti i kaluar. Arben Xhuveli tregon gjithashtu se si tek të rriturit edhe tek fëmijët mbizotrojnë kryesisht simptomat gastroenterite. Mjeku Xhuveli këshillon përdorimin e ujit dhe lëngjeve, por edhe të barnave për uljen e temperaturës. Nëse simptomat vazhdojnë, Xhuveli thotë se është e rëndësishme këshillimi me mjekun e familjes apo atij pediatër. Për moshat pediatrike ka raste fëmijësh sigurisht, siç ka dhe të rritur, ka dhe fëmijë, mendoj se vlen të njëjtat këshilla që janë edhe për të rritur, e njëjta situata, themi. Izotrojnë gastroenteritet edhe aty? Edhe atje njësoj, patjetër fëmijët to i shfaqin njësoj, janë tipike të fëmijëve, gastroenteritet. Ne i këshillojmë hidratimin, përdorimin e ilaçeve për uljen e barnave, për uljen e temperaturës, si parastamoli, ibuprofeni e të tjera. Përdorimin e kriprave hidratuese si që janë ato bustinat me trisol apo lloje të ndryshme që përdoren në këto raste. Dhe pastaj nëse simptomat vazhdojnë, kuptohet duhet kërkuar konsultë e mjekut familjes ose mjekut pediatër sipas rastit të themi. Në uljen e numrit të fëmijëve të prekur nga virozat e stinës, mjeku Arben Xhuveli konfirmon se ka ndikur përfundimi i frekuentimit të qerdheve, kopshteve dhe të shkollës, që ndikonin tepër në përhapjen e virozave stinore. Tek kjo grup mosh, mjeku Xhuveli thotë se ndikon tepër plazhi dhe vapa. Prindrit duhet i çojnë sipas tij fëmijën në plazh në oraret e përshtatshme duke shmangur ato të pikut. Izolimi social ndikon gjithmonë në përhapjen e sëmundjeve infektive. Në këto raste për fëmijët që duke qenë në shtëpi nuk është njësoj si të jenë në shkolla, në kopshte. Përhapja shumë patjetër që ndikon.
Plazhi Vapa ndikon tek këta që t'i shtojnë më tepër le të themi pasojat. Plazhi është i lodhshëm në fakt, sidomos orët e nxehta. Plazhi duhet parë gjithmonë si një, nëse duhet të kalojmë disa orë në breg deti, duhet zgjedhim orët e përshtatshme. Dhe jo orët e mëngjesit, orët e pasdites, jo diellin pikun e diellit. Ora 10 deri në orën 3 mbasdite, po themi, 2-3 mbasdite është piku i diellit. Nuk është e këshillueshme jo për fëmijë, po për asnjëri të ri në diell në këtë orë. Aq më shumë të ekspozohet në plazh. Prej bluzave të bardha, e njëjta situatë raportohet edhe në Vlorë, ku numri i fëmijëve të prekur me viroza testinës është në të njëjtës shifra si një vit më parë, por nuk përjashtohet fakti që i nxehti për virus të ndikojë në shtimin e moshave pediatrike të prekura. Xhamia e Plumbit, përveç se një vend i kultit fetar, është dhe një atraksion turistik i qytetit. Sipas muftiu të Vlorës, Ardit Hoxhallaku, gjatë 4 muajve, kjo xhami është vizituar nga qindra pushues, vendas dhe turistë të huaj. Xhamia e Plumbit në qendër të Vlorës, krahas një vendi i kultit fetar, është edhe një atraksion turistik i qytetit. Muftiu i Vlorës, Ardit Hoxhallaku, tregon se kjo xhami vizitohet nga qindra pushues, vendas dhe turistë të huaj çdo muaj. Gjatë 4 muajve që ka qëndruar e hapur, Hoxhallaku thotë se numri vizitorëve në këtë monument kulture ka qenë tepër i lartë. Si rrjedhoi e rikonstruksionin, muftiu i Vlorës tregon se xhamia për 2 vite nuk do të mund të vizitohet, por pas kalimit të kësaj kohe do të shndrohet në një vend atraktiv për të gjithë, jo vetëm për besimtarët. Ajo xhami nuk i përket vetëm besimtarëve të cilët praktikojnë fenë e tyre, i përket edhe vlonjatëve, i përket edhe turistëve. Pra, është një monument kulture, e cila ka vizita shumë të mëdha, edhe për shkak të pozitës gjeografike që është, por edhe për shkak të vjetërsisë së saj. Gjatë këtyre 4 muajve që ne e rihapëm në mënyrë të thjeshtë për të bërë ato adhurimet që na përkasin neve, kemi pas shumë vizita. Dihet që gjatë këtyre 2 viteve normale nuk do ketë mundësi të vizitohet, por që në fund të 2 viteve do ju japim një mundësi për të parë diçka shumë më të bukur. Edhe për gjatë kohës që qëndronte mbyllur, muftiu i Vlorës, Ardit Hoxhallaku, thotë se është vizituar nga shumë turistë, kryesisht nga Europa perëndimore, por nuk ka mungur as vizitorët nga Amerika dhe Lindja e Mesme. Më tepër ka pas vizitor nga Shtetet e Bashkimit Evropian, të ndryshëm, por kemi pas edhe nga Amerika, kemi pas nga Anglia, po edhe nga Lindja e Mesme kemi pas shumë vizitor. Troje shqiptari nuk i quaj si të huaj sepse janë tanët, kanë ardhur dhe kanë parë vendin e tyre. Pra ka pas nga pothuajse nga gjithë bota kemi pas vizitor. Kur të përfundoj projekti për rehabilitimin e xhamisë së Plumbit, Ardit Hoxhallaku pohon se numri vizitorëve do të rritet. Për informimin e tyre, Myftinia Vlorë, sipas tij po përgatitet një informacion shtërues mbi rëndësinë dhe historinë e saj. Patjetër do kemi edhe një pikë informimi që do jetë në disa gjuhë të huaja, jo vetëm për historikun e xhamisë Plumbit, por për historikun e gjithë Vlorës, po përgatisim një informacion të tillë që vizitorët ta kenë mundësinë ta lexojnë. Në xhaminë në qendër të Vlorës ka nisur puna për realizimin e projektit për rikonstruksionin e saj. Prej 4 tetorit 2024, kjo xhami në shumicën e kohës ka qëndruar e mbyllur, ndërsa në muajin e Ramazanit, kur u vendos në shërbim të besimtarëve, funksionoi mes dëmtimeve të shumta që përmbytjet lan pas. Të nderuar shikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin informativ këtu në Blu Televizion. Bashkë miru takofshim.